A dini pse njerëzit bojnë zina dhe pse vjedhin? Njerëzit bojnë zina se s'munën me bo sabër pi epshit vet, që epshi e kërkon, ti s'un ban sabër shkon ban zina. A di pse vjedhin njerëzit? Se nuk ka sabër me shku e punu dikun me ftu pasuri. Sabër është. Pa sabër harone. Asni punë të njës bëhet pa sabër. Allah Azza wa Jall, kur e ka kriju edhe qiellin, edhe tokën, edhe gjithësinë që i ka kriju, Allah Azza wa Jall i ka kriju brenda 6 ditëve. Allah i ka mujtë me thanë kun fe kun, banu bo gjithçka. Pse ka më brenda 6 ditëve? Se çdo se në jetën tonë e kërkon edhe kohën, e kërkon edhe sabrin. Zullumçari janë ato njerëz që s'bojnë sabër. Do të tregum ne, ban zullum se ti nuk ban sabër, për shembull ti nuk ban sabër me punu tan muj shkon vjedh ti ban zullum. Ti nuk ban sabër, do të thonë me prit mu martu kur do të vjen vakti ti shkon ban zina, ti ban zullum. Do të thonë moment ti nuk pret në semafor, hin do të thonë të kuqe, do të thonë ali me hin djeshil, ti ban dikush deshe ti zullumçar. Do të thonë këtë kategoritë që nuk bojnë sabër janë zullumçar, ama varësisht pi kategorisë çfarë zullumi ban.